Vëllezër dhe motra. Jemi tek surja e radhës, Suratul Qasas, që e ka kuptimin surja e historive, surja e ngjarjeve, e historive me mesazhe. Një sure e përbërë prej 88 ajeteve zbritur në Mekë, emrin prej së cilës e ka marrë nga ajeti që kalon po në këtë sure, ajetin e 25, ku Allahu Gjeleshanuhu tregon në këtë sure me detaje jetën e Musahit alayhis salam. Të gjithë peripecit që i kaloi nga fëmijëria e deri kur pati sukses në përçimin e mesazhit hynor tek populli jehud, që i shpëtoi ata nga mizoria e faraonit. Të dashur besimtar, kjo sure me këtë emër Qasas, vetë e zbritur në Mekë, ka si qëllim thelbësor të rëndësishëm që ta orientoj besimtarin musliman se si duhet të lexohet Kur'ani famëlart, se si duhet të kuptohet Kur'ani famëlart dhe se si duhet të aplikohet ky libër i Allahu Xhelleshanu në jetën e përditshme. Për vetë faktin, sepse Kur'ani famëlart është libër me anë të së cilit ne e adhurojmë Allahun Xhelleshanu. Kur'ani famëlart është libër me anë të së cilit ne i bëjmë dhikër Allahu Xhelleshanuhu duke e lexuar atë. Është libër me anë të së cilit Allahu Xhelleshanu na mëson se si të bëjmë dua, lutje. Por dhe shumë e rëndësishme, është libër që është manual ligjor, moral, i cili na mëson se si ne si besimtar duhet ta jetojmë këtë jetë. Ajo çfarë mund të bëjmë gabim ne si musliman është që Kur'anin famëlart t'i marrim një pjesë prej këtyre 4 që përmenda dhe t'i lëmë një tjetër. Për shembull, e përdor besimtari musliman Kur'anin vetëm për ta lexuar në Ramazan dhe s'ka më kontakt fare me të. E përdor muslimani Kur'anin e Zotit Xhelleshanuhu për të marrë sevape, për çdo shkronjë ka 10 sevape. E përdor për të bërë dua. Dhe kështu ai e mbyll Kur'anin famëlart dhe të gjithë misionin që Allahu Xhelleshanu kërkoi me anë të këtij libri që të përçohet tek njerëzit, e mbyll në ato 4 muret e xhamis. Ndërkohë që Kur'ani famëlar, të dashur besimtar, është një libër i cili drejt për së drejti muslimanit i drejtohet se si ai ta jetojë islamin e tij në jetën e tij të përditshme, në të gjitha dinamikat që ai mund të përplaset, në çdo situatë. Dhe të jetë Kur'ani famëlart peshorja me anë të së cilës ai duhet të peshojë jetën e tij, veprat e tij. Kjo çfarë unë do të bëj, si është në përputhje me Kur'anin famëlart. Kjo që unë do të veproj, a e kënaq Zotin apo e hidhëron. Dhe pikërisht surja Qasas me ngjarjet që ka në brendësi të saj, sidomos Musait alayhis salatu wassalam, na jep një dimension se si duhet lexuar Kur'ani famëlar dhe praktikuar në jetën e përditshme. Për shembull, Muhamedi alayhi salatu wassalam po përballej me popullin Mekas, me mizoritë e tyre. Ndërkohë, sikur të mendonim pse Allahu Xhelleshanu nuk i zbriti me një ajet në Kur'an që t'ia tregonte zgjidhjen. Por zgjodhi Allahu Xhelleshanuhu
që të shpjegoj histori nga e kaluara, ngjarje nga e kaluara, me profetë të ndryshëm nga e kaluara, duke ja shpjeguar situatën e tyre me detaje, dhe ja shpalli Muhamedit alayhis salatu wassalam dhe të gjithë ne muslimanëve. Po sepse për atë që dita lexoj Kur'anin famëlart, do të shikoj që nuk ka shumë dallime midis asaj çfarë po i ndodhte, i kishte ndodhur Musait alayhis salam me faraonin, dhe asaj çfarë po i ndodhte Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me popullin Mekas, Kurejshët. Për shembull, kjo ngjarje tregohet në Kur'anin famëlar drejt për së drejti për t'i dhënë një mesazh Muhamedit alayhis salatu wassalam, që o i dashurim, o i dërguar im, duro në këtë rrugë se ja çfarë edhe vëllezrit e tu profet më përpara kanë kaluar. Dhe ja po të tregoj historinë e Musait alayhis salam. Dhe tregohet historia e Musait alayhis salam në këtë sure, që ai që i vogël u largua nga gjiri i nënës së tij, sepse faraoni, duke parë një ëndër që një prej djemve të jehudëve do t'ja marrë pushtetin, urdhëroi që ti vras të gjithë fëmijët, djem, të sapo lindur në atë vit. Dhe kështu Musai që në fëmijë u nda nga nëna e tij, nga babai i tij, u rrit larg familjes së tij. Por a nuk ishte e njëjta gjë me Muhamedit alayhis salatu wassalam? A nuk lindi ai pa baba? A nuk e largoi nëna e tij që e çoi tek nëna e qumshtit Halimeja, sepse për shkak të varfërisë dhe mungesës së ushqimeve nuk kishte mundësi ta ushqente me gjë, dhe Muhamedi u rrit larg nënës së tij së gjirit. Shohim pra që Allahu po na flet për disa të përbashkëta midis ngjarjes së Musait alayhis salam dhe jetës së Muhamedit alayhis salatu wassalam. Kur u rrit Musai alayhis salam që tregohet në këtë sure, ai u largua nga vendi ku u rrit, sepse donin ta përsekutonin apo ta vrisnin, dhe u largua dhe shkoi drejt Medienit, ku edhe aty do të martohet, do të filloj jetën nga e para. Por a nuk është e njëjta ngjarje me Muhamedit alayhis salatu wassalam, që u largua nga Meka sepse donin ta përsekutonin, ta vrisnin, dhe Allahu po na flet për disa të përbashkëta. Musa i ftoi popullin e tij në besim, po ashtu dhe Muhamedi alayhis salatu wassalam. Musa i kundërshtoi pushtetin e asaj kohe që ishte faraoni, mbreti zullumqar, por edhe Muhamedi alayhis salatu wassalam kundërshtoi pushtetin e korruptuar Mekas, që bënin zullume ndaj të varfërve, të dobtëve, dhe nuk kishte drejtësi. Shohim që është e njëjta mesazh që po na tregon Allahu xhelleshanu. Pushteti si Musain alayhis salam donte ta vriste, si Muhamedin alayhis salatu wassalam donte ta vriste. Por ama çfarë ju tregua Muhamedit alayhis salatu wassalam tek ngjarja e Musait, që ai doli triumfator, faraoni u mbyt, populli shpëtoi dhe besimi triumfoi. Dhe mesazhi i qartë në këtë suretul Qasas, që ju drejtua drejt për drejt Muhamedit alayhis salatu wassalam, dhe që ata e kuptonin drejt Kur'anin dhe mesazhet e Zotit, ishte ky: o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, duro sepse ky do të jetë edhe fundi jot, suksesi. Siç Musai alayhis salatu wassalam kaloi shumë peripeci, po në fund triumfoi, edhe ti do të triumfosh mbi popullin tënd që po të bën zullum. Dhe kështu ndodhi në fakt. Muhamedi alayhis salatu wassalam triumfoi, u çlirua Meka, dhe kështu triumfoi besimi i pastër në Allahun xhelleshanu. Prandaj thash në fillim që besimtari duhet të di se si ta lexoj këtë Kur'an famëlart për të marrë mesazhet e mëdha që Zoti xhelleshanu do të na jap gjithsecilit prej nesh në zemrën tonë për të na forcuar besimin dhe për të na treguar se si ti kalojmë situata të caktuara në këtë jetë. Për shembull, me ngjarjet që tregon Kur'ani, Qasas,
historitë me mësime të mëdha, ne shohim që Kurani është i mbushur përplot, por nuk mund të themi që Kurani është libër historie, sepse këto histori nuk kanë për qëllim të na tregojnë histori. Për te kësaj, një informacion i bazë që tregon, ka për qëllim të tregojnë mesazhet e thella që duhen lexuar siç duhet dhe marrë mësimet siç duhet për këtyre mesazheve dhe të aplikohen në jetën e besimtarit musliman, që muslimani të ketë sukses, jo vetëm si individ, por edhe si një ummet në shoqëri. Dhe ky është gjithë qëllimi kryesor që Allahu xhaleshanu tregon këto histori në Kur'anin familjar. Për shembull, le ta mendojmë kështu. Mendo i dashur besimtar vëlla dhe motër, mendo në këto momente një hall dhe një problem që ke, një vështirësi që ke në këto momente. Nëse ke probleme në aspektin e besimit të akides që ne thomi, atëherë lexo Kur'anin familjar, se si Allahu xhaleshanu tregon besimin e pastër të kulluar që e forcon zemrën. Dhe këto do të shikojmë të gjitha çfarëdo lloj problemi që ne mund të kemi në jetën tonë, individual, familjar, bashkëshortor, me fëmijët, me prindrit, me komunitetin apo jetën shoqërore, do t'i gjejmë të shtjelluar në Kur'anin familjar. Sepse Allahu xhaleshanu e ka treguar manualin, por ne jemi ata që duhet të shkojmë ta marrim dhe ta praktikojmë. A ke probleme me bashkëshortën tënde? Po shikoje njërë në Kur'anin familjar, a tregohet historia e Nuhut a.s. me bashkëshortën e tij? A tregohet historia e Lutit a.s. me bashkëshortën e tij? Historia e Faraonit me bashkëshortën e tij, a tregohet? E Ibrahimit a.s. me bashkëshortet e tij, a tregohet? Çfarëdo lloj situate që mund të kesh problematika në këtë jetën bashkëshortore, po të studiosh jetën e këtyre profetëve me bashkëshortet e tyre, do ta gjesh zgjidhjen e çfarëdo lloj problematike atje, pa u futur në detaje, por është manuali se si orientohemi për të kuptuar mesazhet e Allahu xhaleshanu. A ke problem me fëmijët e tu, s'po di se si të edukosh, të kundërshtojnë e kështu me radhë? A nuk e ke lexuar historinë e Nuhut a.s. me djalin e tij në Kur'an? Si një kasas, si një tregim? A nuk e ke lexuar Lukmanin a.s. me këshillat që ia dha djalit të tij? Po Jakubin a.s. apo Ibrahimin a.s. apo Ademin a.s. A nuk tregohet në Kur'an marrëdhënia prind-fëmijë dhe tregohet se si mundesh të dështosh edhe se si mundet të kesh sukses për të edukuar siç duhet fëmijët e tu? Ja pra, çfarë kërkon Allahu xhaleshanu prej nesh? A ke problem me prindrit e tu? Çfarëdo lloj problemi të kesh? Ke problem më të madh se Ibrahimi a.s. me babain e tij? Apo Jakubi a.s. me djemtë e tij? Apo Daudi a.s. me djalin e tij Sulejmanin? Merë lexoji këto manuale jetësore që Allahu po shpall dhe do të dish më pas ti përballosh sprovat dhe sfidat e tua në këtë jetë. A ke problem me komunitetin, me jetën shoqërore, me njerëzit, me komshijet? Lexoji pra se si profetët i kaluan të gjithë vështirësitë për të përçuar mesazhin e tyre hynor tek Allahu, tek njerëzit nga Allahu xhaleshanu. Prandaj të dashur besimtar, qoftë kështu, nëse besimtari do ta lexojë siç duhet Kur'anin, do të ketë sukses në jetën individuale, familjare dhe shoqërore, dhe më rëndësishmja si një ummet. Po pse? Ja të japim një shembull dhe do ta mbyllim për të kuptuar se si përfiton besimtari musliman kur e lexon siç duhet Kur'anin familjar. Çfarë tham në ngjarjen e Musait a.s. me Faraonin? Del një despot, një komunist, një fashist, një njeri që e quan veten Zot, dhe ai mendon se është i plot fuqishëm dhe kërkon të bëjë çfarë të dojë në jetën e kësaj bote me popullin e tij apo dhe me popujt e tjerë, sepse kështu don ai,
sepse kështu e shikon veten ai, siç ishte faraoni, dhe i vrau fëmijët. Por nëse s'do të dilte një Musa alayhis salam, që do ta kundërshtonte këtë njeri, do të kishte fund zullumi i tij në këtë botë? Patjetër që jo. Dhe Allahu po na tregon që nëse ne si shoqëri dhe si umet musliman duhet kemi sukses në shoqëri, atëherë duhet të jemi në pozicionin e mësimeve që Allahu orienton, si e orientoi Musain alayhis salam, si e orientoi profetët kundrejt të gjithë atyre njerëzve. Sepse edhe sot më pas, edhe pse jemi në kohët moderne, do të dali një diktator, siç është kryeministri në Izrael, edhe njëjtë siç faraoni veproi me fëmijët për t'i vrarë, që mos t'ja rrezikonin pushtetin, njëjtë ai vret muslimanët atje në Gaza, në Palestinë. Por si duket, s'po kemi mënyrën e dur ne si musliman të lexojmë Kur'anin, që të kishte dalë një Musa nga ana jon, edhe të ishte çliruar një herë për gjithmonë ajo tokë. Pse? Se gabimi i madh që bëjmë ne si musliman të dashur besimtar është përjashtimi i Kur'anit famëlart, siç e thash më përpara, i ligjeve të tij, i manualit të tij jetësor nga jeta jon, dhe e mbyllim ne Kur'anin dhe ndikimin e tij tek leximi, tek duaja, tek lutja dhe tek dhikri. Ndërkohë Allahu çfarë thot në Kur'an? O ju besimtar, futuni në Islam me të gjithë tërësinë e tij. Ja ejuhalladhina amanu dukhulu fi silmi kafa. O ju besimtar musliman, mos bëni zgjedhje nga feja e Zotit tuaj siç ju don ju dëshira apo qejfi. Nuk është kjo të qenurit musliman sipas Kur'anit, por musliman sipas Kur'anit, sipas manualit e tij jetësor, është që ti ta nënshtrosh veten tënde dhe të dorëzohesh tek ligji i Zotit, mos të ndjekësh dëshirat e tua. Aty ku vjen ligji i Zotit dhe dëshira jote, të përpiqesh në maksimum për të vendosur ligjin e Zotit në jetën tënde. Ndërkohë ne, nëse nuk do ta kuptojmë kështu këtë mesazh kaq të madh të kësaj sureje, do të vazhdojmë të merremi ashtu siç merremi çdo ditë me njëri tjetrin, me detajet më të parëndësishme, më me pandikim në jetën shpirtërore dhe shoqërore të jetës së muslimanit, ku ti vendos duart, sa ti hap këmbët, a ta lëviz gishtin, a ti shkurtoj pantallonat, a të vishe me të bardha, apo të vishe me të kuqe, apo të vishe me të zeza, gjëra të padobishme që kaq kohë ne si musliman me vite të tëra harxojmë energji dhe nuk ka dobi dhe nuk ka ndikim as pak në shoqëri. Prandaj kjo sure ka këtë mesazh kaq të madh. O musliman, lexojeni Kur'anin, por para se ta lexoni Kur'anin, mësoni se si duhet lexuar Kur'ani famëlart. Allahu xhaleshanu e bëft Kur'anin dritë për zemrat tona, dritë për sytë tonë, udhërëfyes i jetës tonë dhe bëft atë që të jetë shefat për ne ditën e gjykimit dhe të fitojmë gjithë së bashku xhenetet e tij të larta. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum. Allahumma